A është ende gjallë ideja për Iliridën? Çfarë mendon? Ideja për Iliridën është e gjallë dhe nuk ka vdekësi që është e gjallë ideja për bashkimin e shqiptarëve të Luginës Preshevës të bashkohen Republikës Kosovës, edhe ideja votat e referendumit 400.000 njerëzve, kërkush nuk mund t'i shkel. Për shkak se populli është sovran, vendos çdo gjë, edhe mbi 400.000 vota nuk është askush, as një udhëheqës, as unë, për shembull, si që kam qenë dikur lideri i parë i shqiptarëve, edhe 90%, më shumë se 90% kanë qenë shqiptarë deputet, edhe tjerë, gjithë që e kam përkrahur këte që ta mbajmë në referendumin, edhe referendumi jonë është me vleftë përjetshme dhe ky referendum mund të shfuqizohet vetëm me mbajtjen e një referendumi tjetër. Edhe unë personalisht që tash me këtë rast propozoj faktorin ndërkombëtar, nëse është i mendimit se çka mendon shqiptar, mund ta organizojë edhe një referendum brishtazi, një referendum për deklarimin e shqiptarëve.